socialiste që do të gjente një skuzë për dal nga kjo që i ndodhi duke thënë që po paguanim autobusin. Po nga ana tjetër duhet i drejtohem shumë deputetëve të djathtë dhe të majt gjithkujt. Ka shumë njerëz për cilët u kam konsiderat, pavarësisht se nuk i besoj politikisht apo nuk pranoj politikisht, por kam konsiderat të pamje njerëzore. A do të merremi ne me këtë problem? Apo do të vazhdojmë bëjmë sikur nuk shikojmë? Në fakt ajo që ndodh është e tmerrshme. Në qoftë se kthehemi mbrapa në vitin 91 dhe 92, kur janë përzgjedhje para pluralistëve në këtë vend, nuk është paguar askush, nuk është harxuar as 100 darkë vetme. As nga kandidatët, as nga komisionerët, as nga askush. Pse? Sepse njerëzit kishin një zemër, kishin një moral dhe kishin një shpirt, vinin dhe e bënin diçka me dëshirë. Si tanët, si tuajt. Çfarë ndodhi më vonë? Më vonë filloi të paguajmë komisionerët. Më pas filluam të paguajmë makinat për të cilat njerëzit votojnë. Më pas filluam, dhe zotria di shumë mirë, zotria që është zëvendës kryeministër, të paguajmë shtresat e marginalizuara, që t'ju marrim votat. Më pas e çuam më tutje. Pse të lodhemi dhe të paguajmë makina, zgjedhës që të vinë votojnë, komisioner, drejtë shejtani, bien drejt, paguajmë zgjedhës. Ky është një treg ofertë kërkesë. Paguajmë zgjedhësit direkt. Dhe kjo është demokracia direkte. Po kjo nuk është demokracia direkte e vullnetit njerëzve, po është demokracia direkte e xhepave. Dhe kjo nuk është demokracia për cilën kanë nevojë shqiptarët. E çuam pas më tutje. Dhe ne të gjithë bëjmë sikur harrojmë këtë gjë. Deri shkëmbimi i deputetëve, nisi Nano në parlamentin e 2001-shit. E vazhduam ne kur do zgjidhim presidentin në 2007. Dhe bëjmë prapë sikur se shikojmë këtë gjë. E nisi Nano. E perfeksionoi LSI-ja, por jo vetëm. Edhe partitë tjera të vogla në koalicion me ju apo në koalicion me ne. Ne bëm sikur se pam në të PD-s. Bëm sikur se pam që po ndodhte. Dhe vim sot në Korçë. Por përpara kemi qenë 23 qershor, nuk ka pasur gjë më të turpshme, më të fllihur se sa fushara 23 qershorit. Shkonim në përzona ande dhe këte dhe thonim kemi bërë këtë punë, kemi këtë projekt. Dhe përgjigja që na vinte ishte ky ka dhënë 20, ky 30, ky 40, ky 50, sa jep ti. Një përgjigje cilës nuk i përgjigjemi dot. Një përgjigje që ne ja detyrojmë qytetarëve shqiptarë. Nëse duam seriozisht të merremi me këtë problem, duhet fillojmë të merremi që sot. Nuk mund të fusim kokën në rërë si struci dhe thjesht themi fajin e ka postreja. Sigurisht që ju e keni fajin për atë që keni bërë në Korçë. Nuk ka asnjë dyshim. Dhe jeni përgjegjës moralisht një në radhë parë përpara njerëzve. Sigurisht që kemi ne faj që kemi bërë sikur se kemi parë këtë fenomen, kur e bënin partitë koalicion me ne. Do merrem me këtë çështje, por nëse duam realisht merrem me këtë çështje dhe të japim një përgjigje, duhet ndaj mendje që në këtë parlament disa do të jenë deputet dhe të tjerë duhet lënë karriget. Sepse nuk mundet që në këtë sallë të parlamentit vazhdojnë të bashkëjetojnë të patrazuar deputetët dhe blerësit. Kjo sallë ka vend për një kategori, ose për deputetët ose për blerësit, të dyja palët këtu nuk mund të rinë dot. Doni të merremi, hajde të merremi që sot.